mos e këshyr veç për pasuni. Nderuar dëgjues, ju përshëndes edhe një herë me selamu alaikum dhe ju ftoj në pjesën e dytë të programit. Në emisionin Jeta me Kur'an jemi së bashku me profesor Dr. Hafiz Hayreddin Hoxha dhe kështu së bashku po realizojmë këtë emision të drejtë për drejtë. Një herë, para se të vazhdojmë edhe një herë, do të ju kërkoj falje për her pas here disa shkëputje të vogla teknike për të cilat po përpiqemi që ti kemi sa më në rregull, por her pas here nuk varen nga ne, është çështje e teknologjisë, është e interneti për cilën nuk kemi shumë kompetencë. Mirë, me njerë për duke mos dash të humbur kohë, kalojmë fjalën tek doktori për të nisur në pjesën e dytë të programit. Faleminderit moderator. Shikues të nderuar, mirë se vini përsëri në pjesën e dytë të emisionit Jeta me Kur'an. Tema e sontit, çka thash, është çështja e martesës. Pas hyrjes që e bënëm dhe diagnozimit të gjendjes aktuale, tani po fillojmë të thotë me hapjen e hartës islame dhe të rrugëve, se ka duhet na mu udhëzue dhe çka na udhëzon Islami, çka na mëson Islami në këtë çështje. Normal, këto fjalë vlen për ata cilët do të thotë jenë në fillim të kësaj rruge. Ata cilët jenë martu dhe kanë hyrë në këtë rrugë, Allahu na ndihmoft, Allahu na i fal gjunahet, Allahu na i fal gabimet, Allahu na dhash bereqet çakamet edhe ditë e jetës. Prandaj pas kësaj harte, kush prej neve ka bënë një gabim dhe një diçka, rruga e tobës, rruga e pendimit është e hapur, dera e pendimit e tobës është e hapur. Ata të cilët i ka rujtë Allahu xhaleshanuhu, thoni elhamdulillah, e ata të cilët do ta startojnë jetën e tyre, kjo është ajo rruga e Kuranit, kjo është ajo rruga e cila na mëson se si jeta jon të funksionon me Kur'an. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, po edhe Allahu xhaleshanuhu në shumë ajete na udhëzon për më martue, ata të cilët nuk janë të martuar, martoni mes njëri tjetrit. Wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Martoni ata të pamartuarit mes jush. Po, in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli. Nëse janë ata të varfër, Allahu do t'i pasëroj ata. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka thënë edhe ata të rinj që jenë gati për martesë dhe mundër më martu, le të martohen. Fjala është për vajzat dhe djemt, për të dy gjinit. Nëse kanë mundësi më martu, le të martohen, mos ta vanojnë martesën. Ashtu si ndëgjuam në këtë ilahi të bukur, pak parës. Pa ata cilët nuk kanë mundësi, atëherë ata duhet të edukojnë shpirtin e tyre dhe ndjenjat e tyre dhe emocionet e tyre me agjerim. Që ta agjerojnë më shpesh, dhe se agjerimi pak ata emocionet i mbanën në kontroll dhe nuk i lë me dalë jashtë kontrollit, do të thotë edhe me vepru gjunahe e gabime. Prandaj në esencë, martesa preferohet të bëhet në ato momente, në ato qaste kur jenë kushtet. Pleq tanë, Allahu xhennet, inshallah prindërit tanë, e kanë kuptu këtë çështje qysh herët që martesën mos me vonuan, si për vajzën, si për djalin. Dhe në ato rrethana të vështira të komunizmit, në ato rrethana të rënda të gjendjes materiale dhe financiare që kanë pas në atë kohë, këtë çështje kanë pas definitive të prerë, kanë pas diçka farz e kanë kuptuar. Allahu xhaleshani i paguft ata me xhenet. Allahu i shpërblet ata se shihni, domethënë sa kanë kuptuar këtë çështje, krahasim me gjendjen tonë tani, me gjeneratat tona që të vanojnë martesën, se çfarë konsekwenca po kanë, se çfarë probleme po kanë. Kjo rrugë për martesës, do të thotë themelimin e familjes, kërkon mendim të thellë dhe kujdes. Dhe kërkon konsultime të shumta me njerëz të besueshëm, me njerëz do të thotë që ty e trahatohet zemra, para se më u lidh përfundimisht me dikant. Gjitha këto fjalë, këto këshillat, këto udhëzimet vlen për të dy gjinit, të vëllezër. Dhe motra, mos harroni. Për mashkullin dhe femrën, për gruan dhe burrin. Po, për vajzën dhe djalin që jenë do të thotë në prag.
apo që do me ristartua përsëri këtë jetë. E kjo kërkon mendim, nuk kërkon ngutje, dhe prandaj do të pas shumë kujdes në këtë aspekt. E tani, pyetja shtohet, çka janë ato kriteret që duhet unë me hulumtum? Sot tregu i madh, do të thonë, më falni, sot është bota e madhe dhe shumë do thot po ke mundësi nëpërmjet rrjetet sociale, po janë kriju edhe websajte speciale për martesa, do thot si të botën arabe, si të anglisht, e dikush po martohet po njoftohet nëpërmjet internetit, e dikush po martohet nëpërmjet internetit, nuk po mirë ndoshta parasysh edhe ajo backgroundi familjar, ajo përkatësia familjare apo fetare apo kulturore. E tani këtu vjen feja islam. A janë këto rrugë të shëndosha për marrë deri te një institucion, me kriju një institucion të shëndosh? A janë këto rrugë pranone? A është kjo krejt në rregull? Ta shohim çka po na thot feja islame, se çfarë kritere, çfarë kushte, çfarë baza duhet na me pas, domethënë parasysh me qenë prezente të dy palët. Të mashkulli dhe të femra, të vajza dhe të djali. Këtë përgjigje e ka dhënë Muhamedi alayhi salatu vesselam ku në hadith thot, gruaja burri martohen për 4 gjëra. Mos harroni. Martohen për pasurinë e saj apo pasurinë e tij, për familjen prestigjioze të saj apo të tij, për bukurinë e saj apo bukurinë e tij, dhe në fund për moralin dhe fenë e tij, apo për moralin dhe fenë e saj. Ja pra, shihni edhe në slajda i keni përpara këtu, pasuria, familja, bukuria, feja dhe morali. 4 opsione, 4 rrugë përpara. Ka hmija ma që ta ashti. Qa ka thonë Muhamedi alayhi salatu vesselam për këtyre 4-ve, a me zgjedh një familje që është prestigjioze, do me thonë ka famë të madhe, familje, do me thonë me zanë, apo do një grua cila dihet që është e pasur, ka trashëgu pasuri, është biznes, do me ka punu me biznese, apo një grua të bukur, me këshirë, apo me këshirë do një grua cila do të thotë, e ka dhe fenë, e ka dhe moralin, e ka dhe turpin, e ka dhe marën, cilën për këtynve. A dini që ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam? I ka përdor do termë arabisht që nuk kanë arabët kishin probleme kuptu këtë punë, këtë çështje, kur u shpjegojsha në gjerata, thot kini kujdes thot, martoja atë moralshmen, atë fetaren, sepse nëse nuk e bëni, keni me humb shumë. Aty në arabisht teksti është fadhfar bi dhati din teribet jedak. Ki kujdes, do thot triumfo, merë atë çka është fetare dhe të moralshme, fe illem tefal, aty vazhdon të është një fjali e shkputur dhe gjuhën arabe të kuptohet vetvetio, aty nuk ekziston, po kështu është në gramatik. Nëse ti nuk bën kështu, nuk e merr atë fetaren dhe atë moralshmen, teribet jedak. Çka do të thonë teribet jedak? Të dy dorët e tua kanë mu të ngjit për dheu, kanë mu bështet në tokë. Që do të thotë? Do të varfrohesh dhe kur gjën nuk do të kesh në dorë prej gjanave të mira. Keme humbë shumë. Prandaj, si shifni edhe këtu, çështja e fejes obligon prindërit që kujdestarët që për djalin dhe vajzën ta hulumtojnë një person fetar. Tash do të komentojmë edhe këtu. Ta hulumtojnë një vajzë apo një djalë me moral të mirë. Kjo është në esencë numër 1. Numër 1 sipas vizionit islam. Morali, feja, ta janë domethënë bazë numër 1. E pastaj, mos harroni, bukuria, pasuria, familja. Këto cila vjen, do të thotë 2, 3, 4 nuk ka problem. Nuk ka problem, do të thotë bukuria të jetë prezente normal, bukuria mesatare, të jetë pasuria mesatare normale, po ashtu edhe familja të jetë me famë të mirë në përgjithësi. E cila nga këto do të thotë kalon më herët, do të thonë është më përpara, sprish punë. A numër 1 që nuk bën me e prish renditjen e këtyre kritereve, është numër 1 morali dhe feja e personit
apo të vajzës, apo të djalit. Bukuria. Po dalim me të bukuria. Unë studentave të mi i kom thanë, edhe vetes, edhe vajzave të mia, edhe studentave të meshkuj dhe femra në klasë, bënu i drejtë. Tut ju Allahu xhaleshanuhu, qyre vete në pasqyrë mirë. Sa përqindje të bukurisë ki ti? 50%, 60%? Thuj, o Zot, qit ma mun ideal qështu, qët nivel timin. Dhe mos u bën egoiste, mos u bën dhe me thonë vetëm për vete, dhe dhe me thonë njeri me interes, ti ki 50% bukuri, 40%, 60%, dhe për lyptin ideal që Hazreti Jusufi 100% ma të bukur se ti, kjo nuk është drejtësi. Ha? Nuk është drejtësi kjo. Do shtë dhe të vanohet martesa. Po, bënu reale, që mos të vanohet treni i martesës e ti, o zëtë që të një në nivel timit. Edhe të pasuria. Dhe këta fjallë vlen edhe për mashkullin, edhe për femrën, edhe për djalin, edhe për vajzën. Shikoni veten mirë në pasqyre, prandaj edhe jeni objektiv me shpirtin tuaj dhe me vetveten tuaj, o Zot. E din ti, prandaj mos më ble mahrum, mos më ble keq pa një shok apo shoqet jetës, çështu të nivelit tim. Prandaj kjo është ajo mesatarja dhe kjo është ajo drejtësia absolute të cilën unë besoj dhe i thras të tjerët që kështu do të veprojnë. Se përndryshe, na kemi një shumë raste, dhe ju keni një shumë raste, që treni martesës, martesat e shumë vajza është martuar, pse ka kriteret randa, për lyp diçka me kushtet, do më thonë, diçka pothuajse e parealizueshme. Për lyp diçka me imagjinata, mu kon i gjatë që kaq, mu kon i bukur që shtu, mi pas syt që shtu, mi pas flok që shtu, mi pas kështu, nuk ka pika as presje, çka për lyp ajo. Mos harroni, kemi edhe nga gjinia mashkullore, që jenë krejt që shtu, më falni, po, lypin të thot princesha, lypin bukuroshe, lypin, bre, edhe i ka bon, pale sa vite, po, Allah do thot, nuk po, është gjendje më martu se, ka qitë kushtet randa, ja, unë ja kush. Po, unë du dikan diçka special, du diçka josit të tjera. Shumë asi raste kemi, vë me lezu më hi, të thot, të problemet familjare, qka shërojnë dhe më thëmë në forumet e ndryshme fetare, gjuhën angleze, gjuhën arabe, po, shumë probleme ka këtu këtë aspekt, është i kompleksitet shumë i madhë sot në botën, dhe më thëmë ndoshtë edhe perëndimore, po edhe të botën islame apo fetare, është shumë i madhë. Prandaj, feja islame ka ardhë me këtë hartët, është në rrugë, është e marrëshme, është e ndershme, po, kjo numër 1. E pastaj, bukurien, pasurin, familjen, edhe ata kërkohen, dhe thotë të jenë prezent në nivel moral, normal dhe mesatar. Kur them feja, mos më keq kuptoni, vëllezër dhe motra, të rinj të reja, mos na keq kuptoni, kur them fetare me marrë të moralshme, nuk po them, do thotë pa diskriminim këtu, po flas pa diskriminim, nuk po them më shku me marrë do një të handikepuar, do një do thotë çka është me tmeta fizike, apo diçka, pse është fetare. Nuk po them. Çdo kush e ka nafakën e vet. Çdo kush e ka rrezikun e vet. Për secilin Allahu xhaleshanu e ka lënë do thotë dikan. Prandaj kur themi fetare dhe morale, dhe ndershme, një shtëpies pak, që i ka kriteret familjes, që i ka kriteret do thotë kulturës, të turpit, po, të dashurisë, nderit, marrës, po, dhe me thëmë e marrë të handikepuar. Jo, po, bëjmë sabër, hulumtojmë, dhe i luthemi Allah xhaleshanu me na bashkuar me ta. Këta janë ato kriteret në bas të cilave dhe thot popujt dhe njerëzit martohen dhe feja islame e ka dhënë dhe thot vizionin e tij që kriteri fetar dhe moral është numër 1, pastaj bukuria, pasuria 2, 3, 4, aty nuk ka problem cila vjen me rënë, ato vinë pastaj. Rinia jonë sot çka bëjnë? Po, edhe për çdo arsye nuk po kanë edhe bereqet, a ka vizë numër 1, a të punu dikun në Zvicër apo në Gjermani, po, a ka pasuri, tash fjala vjen edhe për musliman dhe me thonë, bitan që martohen me vajza muslimane, po edhe
ka raste do thotë edhe djemë të martuar që kanë shku azil në Perëndim, po janë martuar me gjermanka, me zviceranka, e me tjera, po shkaku i punës, apo shkaku i letrave, shkaku i interesit e kësaj dynjaje, edhe kjo, çka më thonë? Këtu më mirë mos më bë koment të thotë, se shkon në kundër të kësaj çka po flasim natë. Ana, po i tregojmë të ata parimet hyjnore, çka i bëm ato fotografitë më herët, ato fotot, prikujtoni, po ato do thotë me pas të thotë një jetë të gjatë, të lumtur, stabile, mbas këtyre kritereve. Pasi që i ndjekim këto kriteret, edhe Allahu xhaleshan na mundson për me gjetë dikon, tani është radha aspektin fetar që me e pa do të djali, vajzën, po edhe vajzë djalin. A lejohet kjo? Kjo është e lejuar sipas Islamit. Është e lejuar mu pa fytyra, mu pa duart, mu pa flokët, po, mu pa këmbët, ashtu si kanë lejuar të gjithë dietarët të kohën bashkëkohore, dietarë që i kemi gjallë tani, në Arabinë Saudite, në Katar, në Egjipt e çdo kohë, po fetuat janë të definuara, po dhe se kjo është hak i të dyve. Po kur është kjo dhe kur lejohet kjo? Kjo lejohet kur e shohim një njeri të sigurt, një njeri që është sinqert, dhe një njeri cili është, do thotë, shumë, do më thonë, i serioz, çka po vjen me në lyp vajzën tonë, bijën tonë. Atëherë, ati ja mundsojmë na bujron, pasi që edhe na kemi pyet për familjen e tij, dhe tani gjitha ato proceset, më herët, pyetjet, interesimet familjare, kemi marrë informata, kemi ardhur tani në këtë pikë që para se të japim mbul, është edhe pika do thotë të drejtat e pamjes njëri tjetrit. Se kështu na ka mësuar edhe Muhamedi alayhi salatu wasalam, dhe kështu preferohet, dhe se shumë sahabe kur janë martuar, atëherë ka pas raste që nuk i kanë pa gratë e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, po a e pa, sikur që në rasti i Hazreti Jabirit radhiyallahu anhu, a pa atë gruan që ke lypti, profeti ka thonë jo, Medinë do thotë. Ka thonë shko, qyre njerë, mos të ngut, se gratë e Medinës ensarve, do thotë, po, aty kanë diçka të sytë e tyre, kanë diçka. Fe inne fi a'yuni nisa'il ansari shay'a. Po, shko këshiri. Po, rasti tjetër apet, a ke pa, ka thë jo, ma mirë është me pa, po, dhe mu të qetësu dhe thëtë syrit, edhe syri asaj, e pas të me vazhdoj jetën e tuaj, dhe thëtë të gjatë. Sot, ndoshta këto kriteret jenë thyje, pa dëshirë tonë, pa miratimin tonë, sot edhe përshien me zveti, sot edhe dhe thëtë vetë po marrin qëndrime, apo vetë po marrin më thonë vendime, mirë po, çka po them, do njëherë, edhe shpesh herbesa, edhe nuk pëja qëllojnë. Ti jemi shumë real, nuk pëja qëllojnë, sepse në ato momente të dy palë përjen me gjendje emocionale. Ju kanë qelë sytë për dashurisë. Nuk përshemë në dynja, kur gjë s'përsheje, vetëm peshe këtë vajzën, s'ka tjera në dynja. Edhe ajo tjetëra, s'përshet djallë tjetër, vetëm këtë djallë, po, e psikologët, djetarët, në marrin, në mësojnë ne që njeriu kur gjendje ndër emocione, për shembull është emocione pa marrë pas gëzimi apo idhrimi apo mërzie, truni i tij nuk punon mirë. Nuk punon mirë me marrë vendime do thotë decisive, përfundimtare. Duhet një qetësim, e atë qetësim do thotë çka? Feja islame çka ka bu? Ka kërkuar kamerën e tretë, prindit, babës edhe nanës, se ata nuk kanë emocione, ajo kamera e tretë, syri i tretë i prindit, aty ishe ato sekretet të pala tjetër, mashkull apo femër, se është ky rast, ky djali përshtatshëm për mua, vajzën time apo jo. Apo ky djalë apo kjo vajza është e përshtatshme për djalin tim apo jo. Këtu është ai filozofia. Këtu është ajo esenca miratimi dhe pëlqimi i prindit si do ta shohim më vonë. Prandaj për me e pa është domosdoshme. Vetmia nuk lejohet asesi, as fizikisht, as edhe virtualisht, sepse kjo do të ndalohet e mu vetë mua fizikisht, dy pale do të thotë me pas kontaktet a mes vetit diçka, tu ka konsekvenca fetare, ka do të thotë probleme tjera fetare dalin që
të dy palë të thotë nuk shpëtojnë. Prandaj, mu pa, është hak, mu vetëm nuk lejohet. Mu vetëm nuk lejohet. Çka po bëjnë rinia sot? Po vetëm me telefona, po vetëm me biseda. Vetëm pjankohemi Allahu xhaleshanuhu, ai më na bë rahmet, se më të vërtet nuk po kemi më shumë kontroll apo aftësimi kontrollua ata, sepse rendi i ri global, gjendja globale në këtë kohë tani i kanë thyje perdet, domethënë personale, i kanë thyje gjitha këto kufi dhe kanë dëpërtu të thotë në dhomat e fëmijëve tanë, vetëm Allahu xhaleshanuhu na ndihmon dhe na rujt. Nuk po kemi forcë që i blokua të programet, domethënë ka janë të na bë ata kundërshtarët e fesë. Pëlqimi dhe pajtimi të dy palëve është me rëndësi, nuk ka, do të thotë, obligim, apo nuk ka domethënë domosdoshmëri në martesë, në dhunë në martesë. Ja që do kemi martu, ja hiq. Dashta ka ndodhur rastet përpara. Gjeneratat e hershme edhe nuk janë pyet. Çka ja ka vru baba, amin ka bë djali, çka apo vajza dhe nuk kanë marrë fare në diskutim, në konsultim apo parasysh mendimi i tyre, pëlqimi i tyre. E tani, si e treguam edhe më herët, pse mu pa, mu qetësu të dy. Dhe se prej rregullave të shariatit, nëse dikush është në presion, po, edhe bën divorc gruan e tij gjatë nër presion, për shembull, ja lëshoi gruan ja tmyta, vrava mallti, talakul mukrah, të përmendet nëpër literaturë fesë islame, nuk, domethënë mirën parasysh fjalë e atij personi që është nën presion. Domethënë, nëse e lëshon gruan e tij e divorcon, nuk bëhet divorci. Nëse e thot doni fjalë kufrit, mos besimit, Allahu xhaleshanuhu e runa zot bën kufër, e shan, bën fjalë do thot diskriminon Allahun, Kur'ani pejgamberit nën presion, nuk ka gjuna. Del prej fesë, nuk ka gjuna sa është nën presion. Andaj, edhe kjo martesë që është nën presion, edhe kjo do të thosh, edhe kjo do me thonë nuk është e pranuar dhe nuk e pranon Kur'ani këta. Presion nuk do të me pas, për pëlqimi dhe vullneti të dy palëve duhet me qenë prezent. Pse duhet me qenë prezent? Sepse shifni kurora apo niqahi sipas vizionit kuranor, Kurani ja ka dhënë një fjalë të fortë, terminologji që e kanë përkthy këtu, do të thonë besa e fortë për kthimet e Kuranit, që e shifni edhe ju këto ajetën përpara që e keni, po fjalë bën tani për disa rregulla këtu do të thotë, ku vazhdon përkthimin për shkak të kohës po lexojmë përkthimin, e në qoftë se dëshironi ta ndëroni, ta merrni një grua në vend të një gruaje që keni lëshu gruan e parë, e atë grua, asaj gruas së parë i keni dhënë meher shumë, do të thoni ti dhënë shumë meher të madh, nuk keni të drejtë mos merrni prej saj asnjë sent. Po, ajo ka hakën e vet, po sukon kismet mu vazhdua jeta, u lëshua, tani burrat nuk kanë të drejtë me marr mehrin dhe parët që ja kanë dhënë apo pagesën asajna. Pse nuk kanë të drejtë? Allahu po thotë, a do të merrni atë pa të drejtë në mënyrë mizore, mi bo zullum, apo doni zullum me bo? Po, nëse doni zullum, merrni. Dhe si mund ta merrni atë, po thotë, shifni tash ajetin. Dhe si mund ta merrni atë kur njëri tjetrit ju keni bashkuar në një shtrat. E keni dhënë besë një tjetrit dhe ju ka bashkuar Allahu xhaleshanu në një shtrat në emën të tij, po në emën të tij Allahu xhaleshanu kur ato kanë marrë për jush një besë të fortë. Kanë marrë për jush çka? Kanë marrë për jush një besë të fortë për këtë çështje. E prandaj është shumë e rëndësishme kjo që ta kemi parasysh, do thotë këtë ajet kuranor, besa e fortë. Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Kështu shpjegohet ajeti kuranor. Kështu shpjegohet ajeti kuranor. Do të thonë, kështu është vizioni i Kuranit për kurorën apo për niqahin. Moderator, a është do gjë në rregull? Po, doktor, gjithçka është në rregull, po mund të vazhdojmë. Se të unë fotografia më humbi diçka, ok, mirë është, Po, rregull. po. E prandaj kjo është vizioni i kuranor për besën e fortë. Kur dis këtë besën e fortë, ka shtyllat tani, shtyllat e niqahit. Çka janë ata shtyllat e niqahit?
Se çdo ndërtesë me pas është shtyllë edhe bazë të fortë. Duhet me qenë prezent burri apo djali, duhet me qenë prezent gruaja apo vajza, duhet me qenë prindi apo vëllau apo agja ai person I cili është autorizuar për martesë, dëshmitarët me qenë prezent, edhe fjalë specifike, fjalë të zgjedhura që shkruan në nikah në Kur'an, që gjuhën arabe I kemi definuar ijab dhe qabul edhe mehri. Pastaj çka janë ata ijab dhe qabul, aty duhet të qartë të definohet se apo ma marton çikën apo motrën, Kjo pyetje duhet mushtruar. Burri I thot prindit vajzës apo ma marton, e vajza prindi I vajzës thot po për ta martoj. Edhe burri duhet me thonë po e pranova martesën e saj. E pranova nikahin me ta. Duhen fjalë specifike të qarta mu shpreh që mu realizu kjo martesë. Nuk pranohet halal kohë bia, ta dhash hedije, amanet, po për hajër kohët, ta fjalë hiç nuk pinuj, as nuk pranohen. Ta janë kinajat, I thënë arabisht, dhe me thonë, larg temës. Duhet fjala nikah edhe zewaj mu përmend aty në Kur'an. Apo ma marton, po ta martoj. Edhe martova. Si të përmenden këta, atëherë kjo martesë, apo dhe më thë kjo shtyllë nikahit me prezencën e dëshmitarëve, prindit, të dy palëve, po kjo pranohet. Pse që është e qartë me këto. Si e shpjeguam edhe më herët, pse kushtozohet miratimi dhe pëlqimi I prindit në martesë, sepse turpi I vajzës, marrja e saj, ndjenjat emocionale, janë do t'i pas parasysh se nuk I punon truni as atij as asaj si duhet me qenë prindi aty gjithmonë, po si personi I tretë që vëzhgon situatën, pastaj të bëhet edhe nikahin publik, të bëhet publikimi I nikahit, dhe burrit djalit me tregu se kjo vajzë ka dikon pas veti, ka familje, nuk është dhe me thonë e vetmuar, në mënyrë që ai nëse mendon të ardhmen me keq përdor diçka me I bë zullum. Po, martesa pastaj nuk është çështje personale, po çështje familjare, hisnore, e këtu vjen do thotë mençuria dhe filozofia pse kushtozohet edhe pëlqimi dhe miratimi I prindit në martesë. Dhe se pa pëlqimin e prindit, pa miratimin e prindit, nuk ka martesë dhe nuk ka bereqet dhe nuk lejohet martesa. Po do të në pas parasysh sot shumë gjeneratat e reja, shumë do të në pas parasysh këtë çështjet, e besoj që janë qarta këta gjana do thotë sa I kanë gjallë të prindërit me I respektue, me marrë mendimet e tyre, se prindërit në esencë vetëm të mirën që u adojnë fëmijëve të tyre. U adojnë vetëm rahatin për ata, se ne nuk jemi kundër fëmijëve tanë, nuk jemi kundër vajzave tonë, nuk jemi kundër kënaqësisë dhe rahatisë së tyre. Po ndonjëherë ata nuk shohin apo në shkurt pamës dhe nuk shohin më larg. Ndonjëherë. Po, çka është Islame? Me këshilla, me rekomandime. Nëse pranojmë, elhamdulillah. Nëse nuk pranojmë, mjafton që na e kemi fytyrën qelë të Allahu xhaleshanuhu, jemi krenar të Allahu xhaleshanuhu, ja Allah, I kemi këshilluar me pas kujdes, për nuk na kanë dëgjuar. Prandaj, u bëjmë për hajër martesën, po, dhe përgjegjësinë e marrin ata për veti pastaj. Deri këtu janë ata vijat e prindit, të drejtat e prindit, ma tepër, me zhblokua martesën, me prish, po, kjo nuk lejohet vetëm raste të rënda kur vajza e merr nga feja tjetër, e merr dikon ma tull, çka duhet më kon aspektin fetar, kufu I thënë gjuhën arabe dhe me thonë rangut të tij apo të saj. Po, shkon e merr dikon do thotë që se ka prit askush. Këtu ka të drejtë me shku te gjykatësi dhe me deklaru se këtë martesë unë nuk e miratoj dhe duhet më prish. Ka të drejtë me sheriat, kur vajza apo djali e merr dikon do thotë jo të rangut të tij apo të saj. Ajo muslimane shkon e merr me qifut. Po, ajo muslimane shkon e merr një budist. Ajo muslimane shkon e merr një hindus. Shkon e merr fesë katolike, protestante. Këtu ka të drejtë. Me njerë më ndërri prindi, gjykatën islame dhe I thënë fesk.
al-aqd me prish kurorën. Në Malezi, në Brunei, atë shumë raste ka do të thotë që vajzat maleziane, besimtare, po indoneziane, në Indonezi, që vendet me mija milione njerëz atje, po martohen me kinez. Kinez normal janë budista, po ka të krishterë, po pak, po kinezi e din, indiane e din, dhe kemi pas raste në atë, me të qenë aty prezent, po që në atë moment kur ta vendos ai mu martu me maleziankën, që duhet ai mu bo musliman. Dhe shkon, ndron fenë, po konvertohet në fenë islame me ligj, zyrtarisht, ke dokumentet, ndryshojnë, më thonë rregullohen, pastaj ajo martesa ekzekutohet dhe bëhet për hajër. Kështu vazhdon. Edhe për vajzat tona, nëse ai djale ka dashur me të vërtetë vajzën tonë, dhe është i fesë katolike, protestante, indiane, hindus apo diçka, pa marrë parasysh, s'ka problem, kanë rënë në dashni, mos harroni, kjo është kushti i parë që e lyp, ai me shku mu konvertua në islam për hartët të vajzës, apo të hatër të shoqes, apo të kësaj që e ka dashur. Për ndryshe, është jetë haram, dhe se feja islame, el-islamu ja'lu, wala ju'la alej. Feja islame gjithmonë qëndron lartë, dhe nuk pranon që me qenë e ullur në ndikon tjetër. Feja islame i takon madhëria superioriteti, dhe nuk guxon feja islame me qenë do thotë nën komandën dhe superioritetin dikujt tjetër. Vajza jon, musliman nuk guxon me qenë nën dikon që është jo musliman. Nuk guxon. Kjo është bazë e shariatit. Pasi kupton këtu do thotë, tani u themelu të hapat, po hynëm tash në shtetin e martesës, hynëm në zonën e martesës familjare, u bashkuan të dy çiftet, e tani këtu fillojnë disa ligje të reja, fillojnë disa zakone të reja, tani vajza duhet me kuptu që nuk është më në familjen e burrit, në familjen e saj, nuk është në familjen e babës, e të nanës, e të vllaznive, ashtu që ka pas liri të plot, ka pas do thot liri, çka po them, të plot çdo aspekt. Ja, tani lojnat kanë ndryshuar. Rregullat e lojnave tani kanë ndryshuar. Rregullat e jetesës kanë ndryshuar. Rregullat e qëndrimit dhe rezidencës në Kosovë janë tjerë, po kur shkon në Londër, rregullat e punëtorëve, qëndrimit janë tjera. Këtu në Katar, tani kemi marrë shtet tjetër, duhet i përballojmë rregullave të këtij shteti. Kështu është para dhe martesa. Tu tash janë futur do të këtë besën e fortë, këtë kurorën e fortë, الرباط المقدس, mos harroni, الرباط, lidhje e shenjtë, kurora e fortë, po një uçkur, po shprehim këtu i fortë, dhe ky uçkur tani që duhet më lidh, kjo do të si mburoj si kala, që nuk gëzon më zgjidh për çdo rast, për çdo sene. Ktu ka ligje, ktu ka rregulla, ktu ka do thot, ktu ka dispozita. Sa dispozita i patëm para se marr këtu, pyete këto, pyete ato, intereso vetë për moralin, vetë për çështjen e tjera, derisa ardhëm këtu futëm. Pas ju futëm këtu tani, këtu tash janë ligje tjera. Çka janë tani të drejtat e gruas ndaj burrit? Të drejtat e gruas ndaj burrit është mehri. Është një pjesë e paras, po që i jepet apo shkruhet në nikah. Nuk ka caktim sa tek, po ndjeket ajo rruga mesatare. Ndjeket ajo mesatarja shoqeve të saja, kusherinkave të saja, po normal që martohen të tëtë, ajo duhet aty mu ekzistuar. Dhe kjo është me ajet kuranor, wa atun nisaa sadukatihinne nihleh, i jepne grave tuaja po thot, po grave, atë mehrin sadak i thënë arabisht, po nihleh, me thërë fetarisht, edhe si dhurat, edhe me fej, edhe me zemër të mirë, borç e keni me dhanë. Ajo do thot, gjelet me atë traditën familjare, apo traditën që është praktikuar në atë qytet, apo në atë fshat, apo në atë qytet. Duhet mu shkrujt aty, mu definu 1.000 euro, 3.000 euro, 5.000 euro, 10.000, varët me dy familjeve. Kjo është do thot, diçka që nuk përzihet kur gjë, është e drejta e gruas e vajzës, që burri çat natë, që të martohet me ato, kjo do thot bëhet farz. Po. E me bo, mos mu martu, do thot mos me pas hyrje dalën, mos me pas marrëdhënie, atëherë i jepet gjysa e asaj. Gjysa e asaj që është përmendur. Kujdesja financiare për të, drejta gruas. Tani u martu, apo do me thonë nikah,
është farz, obligimi i burrit më interesu për mirëmbajtjen e gruas së tij. Jeta e mirë normale është farz, obligimi i burrit për më interesu që gruaja e tij, shoqja e tij, me pas një jetë të mirë normale. Për edukimin e saj, nëse i marrë vesh, ajo ka qenë studente dhe pastaj, pas martesës, me vazhdu studimet e saja, nuk ka të drejtë as pak për me ndalë atë prej studimeve dhe prej shkollimit dhe prej edukimit. E sidomos, edhe në këto raste, që shbotë dhe në botën arabe, do shta të na nuk është tradit, po mirë është me shkrujt qa ki kushte oj vajzë, apo djallë në liqat. Që në atë moment, drejtori është do të rregull? Po, mirë po, prap kemi, domethënë për shkak të shkëputjes na është rrotullu kamera, do të thotë mundësisht ta kthejmë edhe një herë. Në drejtor se të unë hupi fotografia, po, tregoni. Prap, edhe një herë, sa duket nuk është kthy, doktor. Shohim edhe një herë, na e bë hallall. Jo, në kërkojmë falje për shikuesve. Po, por sigurisht duke qenë emisionin distancë dhe interneti edhe këto gjana e bojnë të vetën. Do të shohim, besoj që do të na. Ndërkohë, derisa të a bën me restarto edhe një herë apo jo? Po, pse jo? Po mund ta ndërpresim edhe një herë dhe rikthehemi sërish. Nëse mos të shkputet emisione apo ashtu. Jo, këtu vetëm mund ta ndërpresim pa problem. Po. Ja do të bëjmë. Po. Se mos to. Po. Të dashur dëgjues të nderuar miq, pra duke qenë në transmetim të drejtë për drejtë përsëri, mund të kemi disa defekte të vogla teknike dhe sigurisht transmetimet e drejtë për drejta kanë këtë duke pas parasysh që sinjali ynë është duke shku live në 3 lidhje, në 3 stacione, YouTube, radio dhe në Facebook. Po ashtu jemi edhe në komunikim të drejtë për drejtë nëpërmes linjes telefonike, edhe janë të gjitha këto do thotë të mundur që përse kemi linjë të dop. Ne po kontaktojmë sërish me doktorin edhe tash kemi doktor sinjalin e pastër dhe jemi në rregull, kështu që mund të vazhdojmë. Drejtori, është do të në rregull? Po doktor, gjithçka është në rregull, tash mund të vazhdojmë pa problem. Të shikues të nderuar, më na bë hallall, po vazhdojmë ku ngelëm. Ishte fjala të drejtat e gruas dhe e burrit. Si e definuar më herët, mehri, ajo pagesa, mos ta përsërisim, kujdesja financiare për të mirëmbajtja, po thot, çka kërkon një familje, jeta e mirë mes tyre është e drejtë, me pas një jetë normale, sepse nuk guxon askush nuk ka të drejtë për, do të thot, për me shtyp dikon apo për me diskriminu dikon në asnjë aspekt. Nuk lejon dot feja islame, po as edhe ligjet, do të thot, bashkëkohore këtë nuk e lejojnë. Edukimi i saj, ashtu si e përmendëm, nëse këtë çështje janë të definuara në kurorën e niqajit, në kontratën që e bën burri, po akdin, po atë nuk ka të drejtë burri falni që ta ndal shoqen e tij nga edukimi, nga vimi i edukimit apo shkollimit. Po ashtu, feja islame, do të thosh çudi pak apo risi kjo për me tregu. Nëse përmend tash këtu në kuror ka të drejtë me përmend vajza, nëse burri në ato momente po shkon në poligami, e merr gruan e dytë, unë kam të drejtë më shkurorzu prej teje më dal, edhe kjo do të thotë ka të drejtë aty mund shënuat. Po, në atë moment ai martohet me gruan e dytë, ti je e lirë me ligj, dhe ty askush nuk mundet me ndal, domethënë apo me ta obligu me vazhdu jetën me këtë. Ke të drejtë.
mu divorcua automatikisht. Dhe kushte tjera, po, çka të mirë në parasysh apo binë në ujdi të dy palët. Për të drejtave të saj, është mbrojtja e saj, ruajtja e saj, ruajtja nderit të saj, me fjalë tjera me pas një tro xhelozi burri ndaj saj. Kurse të xhelozia, këtu me pas atë xhelozin normale dhe të kapshme në trunin e njeriut. Jo me të i kalua që mu shëndrua në paranoja, po në dyshime, në shyve. Me fjalë tjera, unë tash si musliman, edhe po mundohem më mu tregu si djali i mirë, i moralshëm, i edukun, i respektuar, po i xhamis. Nuk ka hije pak që edhe shoqja jeme me dal e zhveshur, jo e mbuluar, edhe mos me respektu as pak rregullat e fesë islame. Nuk ka hije që shoqja jeme apo nusja jem, po me bo disa gjeste që nuk i kanë hije asaj. Nuk ka hije, apo nuk është e mirë për mua, apo dhe as për atë që aja do të shkona për bankete, do të shkona për dashma, e zhveshur, e zbukuruar, dhe do të dalë me meshkuj dhe me djem të vallëzoj, e të luj, e dalë të këndoj, të thot, duhet me gjelezu pak burri që gruan e ti me rujt pak. Ajo është pasuri vetëm për atë. Ajo është një pasuri që ai duhet të kënaqet dhe syri i tij duhet të kënaqet vetëm. Pasuria e trupit apo bukuria e trupit, bukuritë e saj që ja ka dhënë Allahu xhaleshanu, nuk ka të drejtë askush tjetër mu kënaq me ato bukuri. Është specifike e dedikuar vetëm për një i cili e ka pas fatin dhe e ka pas nafakën. E prandaj duhet me pas kujdes sot shumica burrave në këtë kohë apo djemve të ri, po besoni ka njëherë habitesh edhe shqiptar të i thonë vetes, e dikush ndashta edhe me plis bardh, e me tirçi, e me musteqet e invesh, ndashta, po gratë e tyre çka mi pa bre, po zot në hajër, ma miro mos me fol atë. Ma miro mos me fol, ku ta krahason këtë gjenerat sodit me gjeneratat e hershme, se si kanë qenë të mbuluara, se si kanë qenë të moralshme, se si kanë qenë të ndershme, se si kanë pas turp e mare, e sot ka dalë për zemrës ajo xhelozia, e runa zot jena bon që nuk po reagojnë fare për familjet tona, për vajzat tona. E këtyne i ka thonë për para pleqt, dashta pleq kushon më të vjetër e din, dhe juz, i ka thonë, o dhe juz bre, kjo është arabisht dhe youth, çka dhe me thonë dhe youth, është betit e shtazarake të derat, të thit, më falni, po, që do thot nuk kanë xhelozi fare, do thot ndaj të tjerëve, po edhe kur u rriten, po si që është e ditur edhe të derat atë i hajnë edhe kingjat e vetë klysht e vetë i hajnë nga uria. Nuk ka hiç do thot fare gajret në zemër. Hiç nuk ka arabisht kanë ghire i thënë. Xhelozia ghire të na kanë bo gajret. Ajo ghire dhe me thonë hiç nuk kanë ghire. E dikush, kur po martohet, po shkon në ekstrem. Nëse i xhamisë shkon ta mshel gruan krejt. Po shkon ta shtin ato në hijab, t'ja mshel fytyrën, t'ja mbulon fytyrën, t'ja vesh dorzat, t'ja qet nikabin, këtë e bën me zeza, edhe kjo nuk është e preferuar dhe e lejuar me vonë. Duhet me ecë ma traditën e vendit kudo që t'je. Po, nëse mantoja dhe hijabi dhe mbulesa e traditës shqiptare ka qenë në me thonë me fytyrë të hapur dhe me shami, edhe tiri me fytyrë të hapur dhe me shami. Nëse mantoja dhe hijabi dhe mbulesa është do thot në Malezi, ma ato veshje që i kanë, në me thonë të luluara, po, që është shumë normale, tradicionale për ta, rima stil të atyre. Po shkon në Maroko, e kanë traditën do më të ketë një tesh, një gjilbab, me thonë si një tesh, po të barë, këtë një copë, e me kapuq, kanë një këllë kapuqi për mas, kështu janë gratë të tyre, edhe bura dhe thot, që i mbulon, nuk ka problem. Po vjen në Arabi Saudita, është jetë tradicionale tjetër, në edhe atje kemi jetuar. Edhe shoqja jem, edhe vajzat e mije, ku kanë qenë atje, kanë qenë të mbuluara me një kap, do thot me gjysmë fytyrë, pse kanë qenë tradite dhe normale,
se pak ka pas në Medine apo në Mekë me fytyrë të shpluar. Vetëm çka vishin për umre, musafir. Ndërsa të vendit këtë mbuluara, kështu ka qenë. I kemi respektuar ato. Po kur kemi shku në Malezi, jo. Kur kemi shku në Brunei, jo. Kur kemi arë në Katar, jo. Se tradit tjetër, krejt. Prandaj xhelozia mos të kalon në kufirin dhe me i bë zullum dhe thot me e shtyp dhe më thëmë me pretekst që unë gruaja jeme, nusja jeme, e tash unë do ta shtin thes ato. Do ta mbloj krejt edhe mos më mujt më marr frym. Kjo nuk lejohet. Kini kujdes e djemtri. Kini kujdes dhe se jeta nuk shkon kështu. Po çka e përmendëm, ta kem atë mbrojtjen e saj, xhelozin të kufizuar brenda kornizave fetare, që do thot gjonat çka janë të moralshme, janë të domethënë të mirë së ardhura, janë të rekomanduara në Islam, vinë ndesh me Islamin, po prandaj ato gjonat na do thot i udhëzojmë gratë tona, vajzat tona që kenë kujdes. Pastaj, prej të drejtave të saj, mos dëmtimi i saj. Nuk bën burri gjithmonë më udhëtue me biznese jashtë edhe me lë gruan vetë të shtëpia. U më largu nga ajo me pretekst të pune, me pretekst të biznesit, studimeve, apo nëson profesor, doktor, po shkon në për konferenca dhe nuk kthehet me javë, apo nuk kthehet do të ndoshta edhe me muj, e tjera nuk lejohet. E kjo do thot mos dëmtimi i saj, kjo bëhet me udhëtime të shpeshta, po tash edhe dikush kënë se në emën të udhëtimit, sidomos në Arabi këtu, shumë në paraqit disa njerëz manipulus, po bëjnë edhe po manipulojnë dhe po i mashtrojnë gratë e tyre, po shkojnë po martohen vende tjera atje, po martohen përkohësisht, po u lumtojnë për do fetua dikun, fund thesit, fund qitapit aty, në fusnota dikun, a bon a zbon, po edhe po i lejnë gratë e tyre në vende tyre, po shkon shtet tjetër, 1 muj, 2 muj, kinse me biznes, aja atje po martohet. Po. Prej të drejtave të saj, kur do njëherë ekziston do një keq kuptim mes dy palëve, nuk guxon që ai keq kuptimi apo Kurani e ka përdor kthyerja e shpinës në shtrat, nuk guxon me vazhduar shumë gjatë sepse ndikon shumë negativisht në më të aspektin psiqik dhe shpirtëror të ajo. Po kjo është si një lloj metodologjie e kurimit, të shërimit të problemit, se ndonjëherë po gratë do thot kur burri do thot edhe nuk tregon interesim për ta, do thot ato ndoshta edhe xhelozojnë, edhe prekën më shumë, e Kurani na ka preferuar do thot këtë metodë me ndjek. Po jo kjo do thot me zgjat shumë. Dhe kjo nuk lejohet me dal burri pini dhome me shku dhom tjetër. Dhe kjo nuk lejohet që burri me dal prej një shtëpie me shku në banesë tjetër, prej një banesë në banesë tjetër. Apo si këtu në Arabi prej në villë tjetër. Po nëse vjen do të thotë edukimi gruas, po në shtrat duhet që në shtrat do të thotë ekziston, domethënë të ndiqet kjo metodologji e shërimit të këtij problemi. Kjo është e drejta e saj. Jo me zgjat shumë, edhe jo në vend të tjetër, jo në banesë tjetër, jo në dhomë tjetër, po që në shtrat. Kjo është e drejta e saj. E drejta e saj, unë kërkoj falje pak prej motrave, prej vëllezërve, prej atyre që na përcjellin, po këta janë ligje koranore dhe është në koha e deklarimit, koha e komentimit, sikurse pejgamberi alayhis salam si i ka vënë, që na duhet të respektojmë edhe rregullat islame për marrëdhënie, domethënë seksuale me gratë tona do thotë. Te ja islami çaq fell ka hi këtë çështje, saqë na ka treguar edhe hartën dhe rrugët e shëndosha, se si marrët të fryti i shëndosh. Prandaj, shifni këtë ajet koranor që e keni para veti në surat al-Baqara, ku Allahu xhalla shanu urdhëron dhe thot: "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين." صدق الله العظيم. Të pyesin ti o Muhammed, të pyesin për menstruacionin, gjuhën e fesit thënë hajdi, ato ciklin mujor të grave që e kanë. Thuaj,
A lejohet me pas kontakte, marrëdhënie gjatë asaj periudhe? Thuaj, ajo është gjendje e neveritur. Në gjendje, to kam përkthy neveritur. Arabisht është edha. Edha, to me shpjegu, është më e rëndë dhe më e madhe se sa kjo ndoshta që e kam përkthy shqip. Edha diçka dëm, diçka keq, diçka e gërditur, diçka e urrëtur, diçka e papranuar, diçka e hyer. Këtë fjala edha i përmban këto kuptime. E nuk e din aspektin në gjuhën shqipe, po fjala neveritje, ai përmban gjitha këto kuptime. Dhe me thonë keq, dëm, hyrje, nënçmim, diçka e gërditur, krejt a futën në këtë fjalën e neveritur. E Allah po thotë, po të pyesin ty pra të gruan që i ka të ciklet mujore, po thuaj ajo është gjendje neveritur. Andaj, largoni prej grave gjatë menstruacionit dhe mos i u afroni atyre për marrëdhënie. Derisa të pastrohen. E kur të pastrohen, atëherë afrohen atyre ashtu siç u ka lejuar Allahu xhaleshanu. Allahu i do ata të cilët pendohen dhe ata që ruan prej punëve të dyta e të neveritshme. Tekst kuranor, udhëzime hyjnore, shifni çfarë fe kemi bre. Shifni me çfarë Kur'an kemi bre, vëllezër o motra bre. Edhe këtu hartën po na mësojnë do të thotë rregullat e komunikacionit edhe në shtrat me gruan tënde. E të lumë çfarë fe kemi, e kuku për neve që nuk jem të ditë se çfarë fe kemi. Prandaj, gjatë asaj kohe, largohem. Po largohem nga kush? Po largohem nga gruaja krejta? Jo. Largohem vetëm nga marrëdhëniet, po ndërsa anë tjera të trupit që ti ke të drejtë, po mu kënaq me gruan tënde, halal që e ki të lejuara. Dhe thot, po konfirmojmë, dhe thot, largohoni prej tyre, prej marrëdhënieve, derisa ato të pastrohen. Ajo varet tash minimumi 3 ditë, mesatarja 5 ditë, po, apo 7 ditë me zeve Hanefi, edhe maksimumi 10 ditë. Po, 3 ditë, 5 ditë, 7 ditë, 10 ditë. Që kjo periudhë do të thotë është ajo cila do të ndallon gruaja nga gruaja që i kanë do të këto ciklet mujore që u zgjasin. Çka të vjen më shumë se 10 ditë, kjo më nuk është menstruacion, po janë do të thotë disa procese tjera trupore aty, kjo nuk e ndalon do të thotë të drejtën tënde për marrëdhënie me gruan tënde. Po nëse edhe është më pak se 3 ditë, 1 ditë, 2 ditë, edhe u ndal dhe jo në datë të caktuar, edhe kjo do të thotë nuk konsiderohet menstruacion. Konsiderohet do të thotë çrregullim diçka do të trupor brenda procesit, sepse 1 ditë, 2 ditë nuk ka menstruacion. Po, e kjo është ajo periudha do të thotë që nuk guxon me pas marrëdhënie seksuale sipas këtij ajetit kuranor. Ndërsa, do të thotë gjëra tjera, po mu kënaq, apo ma halal që Allahu ta ka dhënë, lejohet. Po, besoj që i kuptoni këto gjërat, por ka është edhe më rëndësi këtu. Jehudit që i futën në Medinë, kur kemi komentuar edhe më herët, që ato kur i ka pas gruaja të ciklin mujor, po ato e kanë konsideruar të ndytë dhe kanë konsideruar do thotë jo të pastër, prandaj dhe kanë larguar këtë prej shtëpisë. E feja islame ka ardhur me rregullon këto devijime që kanë ndodhur religionet e hershme, jo ka thënë, ajo është do të thotë një çështje natyrore që Allahu ka kriju kështu natyrën e gruas, prandaj ajo nuk meriton ato që ka bëjnë ata. Ajo do të respektohet, është normal me vazhdo jetën, po ndalohet nga namazi, ndalohet nga marrëdhëniet, sikur se pejgamberi alayhis salatu wassalam që ka thënë jetën e tij me Hazreti Aisha me gratë e tij, kur i kanë pas ato marrëdhënie, ciklet e tyre mujore, janë rujt përpara, pastaj do të thotë janë e kanë shfrytzuar jetën e tyre halal, çka ka leju Allahu xhaleshanu. Besoj që kjo është e qartë. Çështja tjetër që është më rëndësi, prej seksuale do të thotë që sot janë disa edhe fraksione të shiitëve, ka aty që janë prakt, po them prakt të devijuar nga feja islame, që kanë lëshu disa fetva në internet edhe vende tjera që bën me pas marrëdhënie do thotë me gruan, do thonë nga falni, vëllezër kërkoj halallëk në vjenja, do thonë ka zgavra anale. Nga zgavra anale do thotë po nga vendi jo normal, jo natyror, po nëse është do thonë me pëlqimin e saj. Kjo është haram. Me pas marrëdhënie seksuale jo në vend të duhur, jo në vend ku Allahu xhaleshanu
e ka leju, është haram dhe mallkohet ai edhe ajo. Po, dhe i mallkuar atë dy palët, po, që ka shumë transmetime haditheve dhe fjalë nga sahabët, mel'unun men ata imra'atahu fi duburiha. Është i mallkuar ai i cili zhvillon akt seksual me gruan e tij, jo në vend ku është halal. Prandaj nuk duhet me pas shumë kujdes këtë aspekt, sepse kjo e ruan dignitetin e saj. Kjo nuk e poshtron ato. Këto rregulla vetëm i arritim vlerën e saj. O vëllezër, kuptone, feja islame ka me në kontrollo dhe emocionet tona edhe me në tregu rrugën tonë edhe në shtrat, edhe në jetë, në dhomë, në banjo, në fushë, në treg, në fakultet, në universitet. Çdo kun sistem, diçka në sistem, në rregull. Prandaj shumë do të më pas kujdes. A pak po ki që tërkun kur më knash të dy palda, vetëm në ato vende harame me shkua. Allahu Gjeleshanu na ruajt, na udhëzoft, na i falt. Kush për neve ka bo gabime, kush për neve do të thotë nuk i ka respektu këta rregulla, lutjen e Allahu Gjeleshanu me toba dhe istikfar, po se me të vërtet ka gjanat janë shumë me rëndësi. Edhe çështja tjetër është kur gruaja lind, po i thonë atë periudhës nifasit, po nuk guxon me pas marrëdhënie me ta derisa ajo të pastrohet. Edhe mezhebi Hanefi është 40 ditë derisa ajo të pastrohet mirë, po ka mundësi që edhe do të pastrohet më herët. Por në ato momente kur pastrohet, do thot lejohet, vërtetohet pastrimi, lejohet do thot marrëdhënie. Nuk ka patjetër 40 ditë me qenë. Ja, po qëllimi maksimumi. Është qëllimi maksimumi. Po. Çështja tjetër që ka më rëndësi me ditë, kur pastrohet gruaja nga menstruacionet, a duhet me pas një banjo, a duhet me pas një tush, pastaj me pjetë me burrin? Nuk është kusht. Nuk është kusht, po preferohet, po nuk është kusht. Çatë momente do të thotë, që është vërtetuar nga, do të thotë, dalja e menstruacionit, ajo është e lirë me pas kontakte me burrin. Është e lirë. O don më pastrohet do të thotë, ajo është nur ala më mirë dhe më mirë sa ardhur, po kusht nuk është. Po. Pse që këta gjanat do të thotë janë të qarta se janë në hukme, ligje fetare, të cilët do të thotë Kurani i ka komentuar dhe i ka shpallur. Prandaj duhet me pas edhe na kujdes se si zhvillohet jeta e mirë dhe e bereqeshme familjare sipas vizionit kuranor. Tani për kalën në pjesën B të tretat e burrit ndaj gruas, po e bëjnë pauzë të shkurtër, ndoshta pak e gjatë të bëjë kjo pjesë e dytë, respekti dhe mos dëmtimi i tij tash. Ashtë drejtat e burrit. Gra duhet të pas edhe ato kujdes. Pauzë të shkurtër, ndoshta pak e gjatë të bëjë kjo pjesë e dytë, respekti dhe mos dëmtimi i tij tash. Ashtë drejtat e burrit. Gra duhet të pas edhe ato kujdes. Me respektu dhe mos mi bë dëm atyre në as pak. Mos me dëmtu me fjalë, mos me rëndu me fjalë, me gjeste, po edhe me gjitha metodat që ka diskriminojnë apo ja ulin vlerën e burrit. Shumë do të me pas kujdes. Të drejtat e shtratit seksuale, këta e të drejtat e burrit, oj bia jeme, oj motra jeme, oj e cilët i përnë ndëgjon, ta do të thotë është hak i natyrshëm me citat, me Kur'an dhe me fjalët e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Kjo është drejtë e tij, prandaj në mënyrë reciproke apo me thënë një mirë kuptim, duhet ju me kurdis një program dhe një marrëveshje, do thotë kur këto drejta do thotë mundeni ju me realizu në atë mënyrë më të mirë dhe më të preferueshme dhe më të bereqetshme. Normal, këtë drejt, po ja ka dhënë feja, gruaja nuk guxon do thotë me ndal. Vetëm në raste specifike kur është ajo sëmurë, kur nuk është në gjendje të mirë, kur ajo do thotë nuk është gjendje do thotë me as vetë me përjetu, do thotë këtë drejt natyrore, po atëherë edhe burri duhet me qenë i vetëdijshëm, me qenë i kulturun, edhe me qenë i mëshirshëm, mos harroni ajetin e parë, dashuri dhe mëshirë. Prandaj nuk e ki gruan vetëm për një natë, jetë. Është projekti i jetës gatë, prandaj bën sabër pak, duro pak. Po, se nuk bëhet kiameti. Derisa të çnoshet, derisa ta rikthen shëndetin, derisa edhe ajo vetë do thotë e kupton këtë gjë që me të vërtet i ti je i mëshirshëm. Po, kemi burra që nuk kanë kulturë seksuale. Kemi burra që kanë kulturë shtazarake edhe gjatë këtij akti, vëllezër o motra. Krejt këto janë denoncuara, këtë janë
X do të nuk pranohen fenë islame. Pejgamberi alayhi salatu vesselam na ka mësuar që edhe ky akt do të thotë të zhvillohet në atë mënyrë më të mirë dhe më të përshtatshme saqë dy palë të ujdisen të pajtohen. Dhe në shumë hadithe, në shumë fjalë të tija, para këtij aktit ka thënë Hazreti Muhamedi alayhis salam, le të ketë një lojë, le të ketë një hyrje. Po. Pse i ka thënë pejgamberi alayhis salatu vesselam kur kanë ardhur dikush pi udhëtimit sahabët prej Mekës, prej vendeve tjera, mos shkoni natën te gratë juaja para se mi u çu haber, se mi u lajmëru që po vini. Pse? Ka thonë që ato kur nin që ju po vini nga udhëtimi ato rregullohen, hije shohin, zbukurohen, dalin dhe ju presin. E mos shkoni kështu në zgabim, mi zon ata, sepse ndoshta mundi mi pa me një gjendje që ja u vret synin. Shifni ku ka shku sa larg dimensioni i dashurisë fenë islame. Po, prandaj ne jemi të urdhëruar që kulturën tonë bashkëshortore, seksuale do thotë ta ngrisim në atë nivel ku Islami na ka mësuar. Dhe mu për këtë çështje, shumë është më rëndësi që edhe shkollat tona, medreset tona, të futet edhe kjo do të kultura e lëndës seksuale do thotë te fëmijët tanë. Nga njerëz që janë profesional, të edukum, të arsimum, me grada shkencore, që do thotë me treguam se si zhvillohet edhe ky akt natyror që Allahu i ka dhënë, do thotë njeriu apo të dy çifteve. Mos harroni, që do thotë pa turshme që sot është turp me tregu, që janë të bëha ata se si mësojnë për shkollat e tyre. Dashurin, po, e kanë marrë atë nikah e këtë tjetër. Pa kufi, pa rregulla, po, vetëm me realizua dëshirën, po, shtazarake, apo si me thonë, të njeri është ka ekziston. Ndërsa të fenë islame, çdo gjë ka rregull. Po çdo gjë ka do të thotë rregull dhe dispozit, prandaj duhet me pas parasysh që edhe kjo lëndë unë jam me të thonë rekomandoj fuqishëm që të futet në përshkolla nga të planifikohen, do të thonë tekstet shkollore, do të thonë për këtë çështje për martesën, rregullat e martesës, po edhe kultura do të thotë bashkëtorë në shtrat. Kjo vlen edhe për të arab, sa herë ju thonë në studi në universitet. Se shumë probleme të divorcit, shumë probleme me përgjykata, këtu problemi do thotë jo kulturës seksuale, me thënë me gratë e tyre, me burrat e tyre. Po, edhe po ndete mos pajtimi. Shumë raste këtu nuk është koha tani me tregu, po se sa raste që kanë, do thotë komu lexu edhe kanë tregu studentët dhe janë se për çka nuk ka që vetëm çështu buri, çështu buri, çështu gruaja. Nuk janë të kulturuar mirë, nuk janë të arsimuar mirë, prandaj edhe nuk po mundin me gjetë as pak bashkim dhe do të thonë harmoni të jetës. Prandaj respekti i mos dëmtimi i tij, të drejtat e shtratit, po nuk bën ajo me fjalë. Nëse është gjendje normale, është gjendje të mirë, po nuk bën ajo do të thotë të drejt një anal burri se nëse flen çat nat krejt gjithë me laqet e ata e mallkojnë atë grua. E mallkojnë me laqet, po nëse këtë drejt do të thonë nuk ja realizon, nuk ja mundson burrit të saj. Ruajtja e nderit është dignitetit, është borxh farz i gruas. Kalem te pika tjetër. Kryerja punëve shtëpiake, edhe kjo është e drejta e burrit. Po mos bëhet ajo princesë për një herë, mos bëhet ajo mbretëresh për një herë, bëma shërtorën, bëma pastrusën, bëma këto, po halse nuk ka çështu, ndoshta mundësi nuk janë, ndoshta mundësi financiare nuk janë, ndoshta tradit nuk është, po ajo duhet pak më të trajnuar më qenë atë shtëpinë e saj, në familjen e saj që si e ka pa nanën e tij, motrat e tij duke punuar, edhe ajo vetë duhet më çu ka pak me kry kësa punë. Ruajtja pasurisë së tij, nuk sa ne me keq përdor pasurinë e burrit të saj dhe me thonë pa lejen e tij, pa miratimin e tij, nuk bën me vjedh pasurinë e burrit, nuk bën me përdor kartelat e burrit pa dije, nuk bën me keq përdor do thot mundin e tij. Runa zot, nëse burri është tahmaqar, nëse burri është domethënë kaprac, atëherë këtë raste gruaja me një mençuri bën me përdor kartela domethënë pa diktuaj. Bën me përdor kartelat ose harxhi shtëpisë, nevojat e shtëpisë,
ai tepër ka qillu dorë shtrëngun, nuk e jep hiç një dinar, atër këtë rast, me menquri, ka njëherë gruaja bën me i përdor, dhe më thonë, kartelat e burrit për argjime shtëpiake. Pse po them kështu? Kemi argument në historinë tonë islame. Gruaja e Ebu Sufjanit ka ardhur te Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë: "Ja Rasulullah, pendin që i burri pa punë edhe tahmaqar, veç tuna që ashtu do të thotë, a vlejohet mu me marr, do të thonë, prej pasurisë së tij?" Ka thënë: "Merr, çka duhet për ty edhe për familje, për fëmijët e tu." Pa ditaj, merrja, harxhoja, do thotë, po, veç mos e tepro. Normal, ai duhet vetë mu kujdesuar, sa është drejta e saj. Angazhohet ajo grua, të drejtat e burrit ndaj gruas, vazhdim, angazhohet për gëzimin dhe qetësimin e tij. Jo me qenë ajo komplekse e problemeve dhe generatori i problemeve, po duhet të qetësu burrin. Vjen për i punë, ai kërkon një qetësim. Vjen prej fakultetit, prej universitetit, ai kërkon një qetësim. Po vjen prej kompanisë, ai kërkon një qetësim, një rahati, e kjo grua nuk bën me qenë, do të thotë, generatore problemeve tjera, saqë ati edhe ja eksplodojnë edhe kokën krejt. Edhe e bin depresion, e bin edhe probleme tjera. Të sillet mirë me prindërit e burrit. Po qatë burr, qatë djalë ta kanë bërë qatë prindërit. O i grua, o i nuse, bën sabër, se ata sa kanë jetu, s'kan me jetu. Edhe nëse të ka ra hise me babën e me nonën, me vjehrë, me vjehri, bën sabër sa të mundesh. Për i za Zotë Gjeleshanu, se nëse ti bën sabër, edhe e di që është vështirë, e di që është randë, mirë, po kime pas xhenetin. Kime pas edhe bekimin e burrit dhe lutjet e tij kemi pas. Prandaj bën sabër për këtë çështje. Të edukoj fëmijët e burrit për moral të mirë, për pastrim, se si më hanë, se si mi pastru dhëmbët, se si me him banjo, se si me laj du, se si me vesh, është obligimi i saj dhe drejta e burrit ndaj gruas që ajo të interesohet për familje. Prandaj, këto çështje do të thotë që i përmendëm, besoj që jenë të rrumbullaksuara pika që, do të thonë, pika më të rëndësishme, pa durim. Të dy palëve nuk mundet edhe ky tren, edhe kjo shtëpi, apo ky listë mu zhvillua mirë e fort. Po duhet me pas një mirë kuptim, duhet me pas një program, po edhe përgjithësit duhet t'i dajnë mes dy palëve, po edhe burrit janë gjetë dorën gruas, dhe i maksimum mi ndihmu sa të mundet, po edhe ajo mi janë gjetë dorën burrit e saj dhe i maksimum, dhe kështu me edhon misionin dhe me edhon provimin e me këtë jetë, sikur se prindërit tanë që kanë punu ditë e natë, e më fukarallëk, e me gajle, e me heki, në kanë prute i qëtu. Edhe na kemë obligim dhe bërç me vazhdu këtë mision dhe i maksimum. Ju falenderoj për nderën dhe respektin, me këtë bindë në fund të pjesës së dytë, vëllezër të ngjashur, dhe po shkojmë për një pauzë me një ilahi të bukur, dhe inshallah kemi pjesën e tretë me çështjen e poligamisë dhe që është shumë më rëndësi që është me ndëgjua, ju lutem mos shkoni larg, çifemi pas pak. Moderator, një pauzë të shkurtër. Asalamu alaykum. Aleikum selam. Faleminderit shumë doktor edhe për këtë pjesë të ratës që e realizuam së bashku. Do të bëjmë një pauzë të shkurtër me ilahi, miq të dashur, kthehemi pas pak, ndërkohë vazhdojmë t'i presim akoma pyetjet e juaja, janë pyetje të shumta të cilat kanë ardhur, por do të përpiqemi me doktorin në pjesën e fundit të programit t'ju japim përgjigje. E bëjmë një pauzë të shkurtër me ilahi, kthehemi pas pak. Kur e martën qikën, i qënë zemra nonës, pos brazesht të jam, pa dritën e hanës, kur i del prej derem, si nuse e bia.